Ju falemderit nga zemra Prishtinë dhe nga katër, ju falemderit nga zemra. Një do të përfitet morë për pensionin kryetorin e kësaj dege. Ju falemderit nga zemra dhe vërtet është një emocioni jashtëzakonshëm të jem sonte me ju në degën e 4 të kryeqytetit, këtu ku rrej fort zemra e qytetit tonë dashur, ku edhe siç po shihet kulmon energjia e përditshme e Prishtinës, ku ngrihet zërat më të fuqishëm për ndryshim dhe për fuzion të kryeqytetit dhe të Republikës. Dhe në këtë pjesë kryeqytetit, ashtu si në çdo anë, Prishtina e tregon veten si qytet i ideve të mëdha, i shpresës së pandalur dhe i vlerave që ka sjell gjithmonë lidhja demokratike e Kosovës. Dhe sonte nga kjo sallë e kuqe themi se Prishtina është e kaltërt, Prishtina është me LDK-n, Prishtina është me Përparim Ramën. Prishtina, qyteti i rinisë, i energjisë, i ideve, është dhe qyteti i ëndrave më të guximshme. Çdo fitore kombëtare e nisur këtu në Prishtinë, çdo shpresë e nisur këtu në Prishtinë, çdo hap i madh i nisur këtu në Prishtinë, është bërë shpresë, është bërë dritë, është bërë hap i madh për gjithë Republikën. Dhe mu për këtë arsye, përgjegjësia jonë, ndjenja jonë ndaj Prishtinës është më e madhe se ndaj çdo qyteti tjetër. Ky qytet nuk duhet të ngecë, ky qytet nuk duhet mbetet peng, ky qytet nuk guxon të humbas kohë, Prishtina duhet të ecë përpara, sepse vetëm kur ecë Prishtina, ecë edhe Kosova. Dhe 4 vite më parë, ne rinisëm këtë ecje. I dham këtij qytetit bukur një vizion të ri, i dham një kryetar ndryshe, LDK-ja solli Përparim Ramën, kryetarin e 4 viteve të Prishtinës. Përparim Rama, njeriu e arkitekturës, të urbanizmit modern, të përvojës ndërkombëtare, të ideve që shohin vërtet përpara. Ai nuk erdhi nga politika fjalëve të thata, ai erdhi nga bota e punës konkrete. Nuk erdhi as për qeverisje të pushtetit, por për qeverisje të qytetit. Nuk erdhi për retorik, erdhi me vizion të qartë për qytetin tonë. Dhe teksa shikojmë 4 vite pas, e kuptojmë se kryeqyteti është dëshmia më e qartë e këtij vizioni. Projekti më i madh, krenaria më e madhe këtyre 4 viteve, na mbetet mësimi tërditor. Për herë të parë në historinë e kryeqytetit, fëmijët tonë kalojnë ditën e tyre në shkolla moderne, me kushte të denja, me ushqim të sigurt, me kujdes të veçantë pedagogjik, me aktivitetet shumëta që i përgatisin ata për jetën.
Ky projekt nuk është vetëm një risi arsimore, është një revolucion nacional i nisur në 12 shkollat Prishtinës, e që po merret me del gjithandej në çdo komunë. Mësimi tërditor i përparim Ramës dhe lidhjes demokratike të Kosovës është mbështetje konkrete për çdo prind që e di se fëmija i tij është i sigurt në shkollë gjatë gjithë ditës, është investim për çdo familje që ka tashmë një barë më pak, është besa dhe garanci për të ardhmen e çdo fëmije që rritet në Prishtinë me dije, me kulturë, me mundësi të parabarta. Ky projekt e dallon Prishtinën. Për një mandat kemi arritur që në 12 shkollat e kemi mësim tërditor, përparim Rama është garanca që ky mësim tërditor për 4 vite të ardhshme të përfundoj në gjithë kryeqytetin çdo shkollë. Një projekt tjetër i madh që po transformon qytetin është dhunaza brendshme e Prishtinës. Për vite e dekada ky projekt nuk ekzistonte vetë se në letër, me premtimet pambajtura në plane që kur nuk nisën. Sot, falë qeverisë sonë, të LDK-s dhe përparimit, dhunaza po bëhet realitet. Siç po bëhet realitet dhe projekti madh i rrugës A. Është lidhja mes lagjeve, është kursimi i kohës së qytetarëve, është mundësia e re për zhvillimin e bizneseve, është dhunaza që rrin standard të ri në Prishtinë, dhe ky standard e mban vullën e lidhjes demokratike të Kosovës. Sepse, siç e kam thënë tashmë, me LDK-n nis rruga A, me LDK-n nis rruga B, me LDK-n nis rruga C, rruga D, E, se si na shkruajnë në rrugë e alfabetit, nis vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës. Përparimi ka sjellë vizion Prishtinës dhe me sheshe, hapësirat publike të këtij qyteti janë bërë identiteti i tij. Dhe këto identitete po bëhen vetëm me përparimin dhe lidhjen demokratike të Kosovës. Zotën me LDK nisi sheshi Ibrahim Rogova, sheshi Skënderbeu, sheshi Zahir Pajaziti, sheshi i katedrales e së shpejti dhe sheshi i xhamisë së re në Prishtinë. Dhe gjitha këto projekte janë dëshmi e qartë e punës sonë, janë projekte që flasin vetë, janë premtimet mbajtura, janë vizionet të kthyera në realitet, dhe janë dallimi vërtet dhe i madh mes nesh dhe të tjerëve. Sepse përballë këtyre veprave që po i bëjmë, të tjerët nuk kanë edhe çfarë tregojnë. Ata flasin, ne punojmë. Ata premtojnë fjalë të thata, ne ndërtojmë. Ata shohin qytetin si plaçk, ne e shohim si amanet qytetar të qytetarëve të Prishtinës. Dhe ta kuptoni se gjitha këto nuk erdhën lehtë. Përballë nesh kemi pasur një qeveri qendrore që nuk ka dashur kurrë zhvillim për kryeqytetin. Tash e një vit Prishtina juaj, Prishtina jon operon me vetëm 1/10 e buxhetit të saj. Dhe kjo është marrë për gjithë ata që ndrojnë për Prishtinë, marrë për gjithë ata që kërkojnë votë Prishtinë. Prishtina nuk fal, Prishtina ka qartë, Prishtina dallon saktë se kush punon për ta, kush e lakmon dhe kush e don këtë qytet të madh. Është përparimi, është lidhja demokratike e Kosovës. Ata që kanë pa Prishtinën jo si zemër të Kosovës, por si kundërshtar politik, do të marrin përgjigje me 12 tetor. Ata që kanë penguar çdo projekt, kanë vonuar çdo procedurë, kanë sabotuar çdo iniciativë, do të marrin përgjigje të saktë me 12 tetor këtu në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Dhe më lejoni që nga kjo degë të shprehi një falënderim të veçantë për përparimin, ekipin e tij, po mbi të gjitha për listën e shkëlqyeshme që lidhja demokratike e Kosovës ka këtë herë për asambleje komunale, për kuvendin komunal. Lejoni t'ju ftoj një duar trokitje të madhe për këta burra gra pas meje që bëjnë listën fituese të 12 tetorit. Janë burra e gra profesionist,
janë njerëz me dinjitet dhe mbi gjitha me vizion e dashuri për Prishtinën, janë këshilltarët tanë lokal të ardhshëm që së bashku me përparimin do të bëjnë një gjë të vetme, të punojnë për Prishtinën, të punojnë barë, të punojnë drejt dhe pas 4 vite të dalin prap faqe bardhë siç po dalin sot në këtë mbrëmje. Ju lus që të gjithë bashkë me dordhrokitje të madhe në këtë moment të ftojmë njeriu që për 4 vite ka prirë me Prishtinën e pas 4 viteve të tjera do ta përfundoj projektin e nisur për Parin Rama, kryetari i tashëm dhe i ardhshëm i Prishtinës. Mas pari po ju them që ju dush shumë, nga zemra. Faleminderit shumë dhe kryetarit Lumirit për këtë prezantim fantastik. Aq bukur i prezanton projektet e kryeqytetit, sa që unë këtu veç dali dhe them faleminderit. Unë ndoshta nuk e përmeni shpesh ose shumë pak, po edhe një falënderim. Arsyeja pse jam këtu sot është përveç Lumirit që më ka ftuar atëherë, ka pas guximin me ftu dikën prej jashtë. Edhe i pa ta thonë, thash, okej, ty po thon po para se me vetë edhe Kristalën nuk më konfirmu, kështu që faleminderit zemër. Kristalja që fjalët e para i ka mësu Kosova Republikë. Faleminderit. Që para 4 vitesh i kom thonë, e kom ftesën, e di që nëse shkoj fitoj, po kur të fitoj duhesh me ardhur dhe ti me fëmijët e mi. Tha, e ki me zemër? Thash, po normal që e kom me zemër, se për ndryshe si kisha hi kësaj pune. Tha, po, edhe këtu është sot, bashkë me fëmijët e mi. E falenderoj nga zemra për arsye se unë jam duke jetu ditë më të mira të jetës time, për arsye se përveç përgjegjësisë të madhe është dashnia më e madhe që po mundem me dhënë si rezultat për qytetin tim të zemrës. Në projektet madhore të cilat para 4 vitesh ndoshta si ka besu askush, po ja që ne së bashku me ekipën fantastike të Lidhjes Demokratike të Kosovës po i bëjmë realitet për fëmijët tonë, për të rinjtë tonë, për bizneset tona, për të moshuarit tonë, po e quajmë Prishtinën për te. Seni më i mirë që ka ndodhë, transformimi më i madh që ka ndodhë dhe që po shihet sot kudo që shkojmë, është mendësia e qytetarëve. Para 4 vitesh nuk kanë besu që është e mundur me u rregullu Prishtina. I kanë qu durt, ka qenë kryeqyteti i menaxhuar prej dikujt që nuk e ka dashur ose nuk e ka ditë çka është të bëjë, prej njerëzve që i kanë qu durt, se kanë thonë është shumë vështirë edhe smujmë edhe zbën edhe s'ki qysh edhe duhet me rënu krejt me anis prej fillimit e tjera tjera. Ne kemi besu, kemi pas vizion, jemi në mision, e kemi transformu, po vazhdojmë transformimin e mirëfillt edhe nuk kam dyshim që me punët e mëdha të cilat i kemi propozu edhe jemi duke i transformu edhe kemi kërku, kemi thonë prej fillimit, na duhen 8 vite për transformimin e kryeqytetit. Pra, me 12 tetor, 1-3, mos ta hupim asnjë ditë, ta fitojmë me të parën pa ballotazh edhe nuk kam dyshim që kemi me fitu pa ballotazh. Pse besoj këtë? E besoj këtë sepse kemi punu që 4 vjet pa ndalë në projekte madhore si rruga A apo Gjimgjema, rrugë madhore që askush nuk ka besu që do të filloj ledh mo që tash të me përfundu. Kemi punu shumë me lidh Veterniku nëpërmjet rrugës A me rrugën B, projekte të cilat para 3-14 vitesh janë dalë e gjatë atyne 8 viteve të këtyne që pretendojnë tash që e dojnë qytetin, a që din e dojnë, thojnë që na po vim se na dim, nuk din edhe ka tregu historia, e kanë tregu edhe kur kanë qenë në qeverisje edhe lokale, edhe qendrore,
që as nuk din, as nuk dojnë, as nuk mujnë, e vetmja mënyrë me që Prishtinën përpara e Kosovën përpara është me lidhjen demokratike të Kosovës. Me 12 tetor, 1-3, pa ballotash. Pa ballotash.